të Parlamentit Shqiptar. Në lidhje me qëndrimin ndaj Serbisë dhe marrëdhëniet me Serbinë, ne shpesh linjëzohemi me deklarata në nivel rajonal. Takohemi, kemi rreth 70 nisma të ndryshme ku janë vendet, nga njëherë vetëm vendet e Ballkanit Perëndimor, 6 vendet, nga njëherë çik më shumë, South East Europe, nga njëherë në sens më të gjerë, dhe kur fola për bashkëpunimin rajonal, thash qasjen tonë. Ne jemi vend që investojmë në bashkëpunim, në marrëdhëniet e mira, me dëshirën e mirë, me sinjsinë e mirë dhe vetëm të investuar për të bërë maksimumin duke mbrojtur interesat tona, duke mirëkuptuar të tjerët. Kryeministri nuk ka asnjë aleancë as me Serbinë, as me askënd. Ne kemi interesa. Dhe interesat mbrohen duke dialoguar, nga njëherë dhe me ata me cilët jemi në pozita diametralisht të kundërta, siç është për shembull qëndrimi ynë për Kosovën krahasuar me atë që ka Serbia, apo me vendet e tjera me cilat mos kemi marrëdhënie, o kemi fare pak marrëdhënie. Në diplomaci ne negociojmë, ulemi. Diplomacia këtë detyrë ka. Kur diplomacia vdes, kanë hyrë mjetet e tjera, siç e kemi parë plot herë në histori. Dhe fakti që bashkëpunojmë në nivel rajonal në forma të ndryshme, që kërkojmë të gjejmë mënyra për të avancuar aspekte ku të tëra palët shohin atë që u intereson, nuk shoh që ka absolutisht asnjë lloj, domethënë gjëje për të shqetësuar. Ne për këtë punë jemi. Natyrisht që do flasim me serbët, natyrisht që do telefonojmë me serbët, natyrisht që do takohemi me serbët. Nëse bijem dakord, aq më mirë. Nëse mund t'i shtym gjërat, aq më mirë. Nëse të bijem dakord, do takohemi prapë për të tentuar. Dhe nuk ka asnjë aleancë apo në një ku diun se çfarë thuhet në shtypje të tjera, domethënë ka vetëm interesa të cilat na detyrojnë të jemi sa më të qartë, sa më bashkëpunues aty ku ka mundësi për të mbrojtur interesat tona. Do themi vetëm një gjë të fundit. Unë e kuptoj që marrëdhëniet me Serbinë ngjallin emocione, qoftë në vend, qoftë në grupe të caktuara, qoftë në Kosovë, dhe për këtë s'ka absolutisht asnjë çudi. Por asnjëherë nuk shoh të reflektuar gjëkundin në shtypin apo në shkrimet, që ore, po shikojmë, a ka mundësi ndoshta që kjo fakti që Shqipëria mundohet të ndërtojë marrëdhënie, qoftë për interesat e veta në fushat ndryshme specifike me Serbinë, ndoshta kjo mund të çojë edhe në sadopak ujë në atë që është interesi ynë kryesor, normalizimi i marrëdhënieve mes Serbisë dhe Kosovës, arritja e një dakordësie ku të dy vendet e njohin njëri tjetrin, për ta hequr këtë element të fundit në Ballkan, në rajonin tonë, që është akoma pengesë, që rajoni i tëri në mënyrë të trupëzuar të avancojë drejt familjes europiane. Të gjitha vendet e duan këtë. E do Shqipëria, e do Kosova, e duan të gjitha vendet. Në stadie të ndryshme ku jemi sot, por do të jetë e vështirë që i gjithë rajonit, të gjitha vendet të shkojnë në Evropë, nëse nuk do zgjidhen dhe këtë çështje që unë duhet ta quaj të fundit në marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë, Kosovës, Shqipërisë dhe Serbisë, shqiptarëve dhe serbëve, që është dakordësia finale që Kosova është shtet i pavarur, sovran, demokraci, shtet ligjor, ekonomi të zhvilluar, shoqëri të hapur dhe i dënj për të qenë atje ku duan të jenë të tëra vendet siç do dhe Shqipëria në familjen europiane. Dhe në këtë kontekst unë shpresoj dhe uroj që Kosova të marrë sa më parë statusin e vendin kandidat, sepse është vetëm i vend që nuk e ka akoma. Është momenti më oportun, më pozitiv, edhe me zhvillimet në Kosovë dhe me heqjen e masave shtrënguese, dhe unë mendoj që duhet shfrytzuar maksimalisht, natyrisht, por kjo është në dorën, përgjegjësinë dhe në mendimet e autoriteteve kosovare, por çfarë mund të bëjë Shqipëria në këtë mes, do ta bëjë siç e ka bërë në mënyrë të padiskutueshme, të pakushtëzuar. Klajdi Bodli, Syri Televizion. Zoti Ministër, ju thatë që nuk ka një bllokim të procesit, por a ka një shqetësim nga disa vendet Bashkimit Evropian në lidhje me refuzimin e kërkesës së prokurorisë së posaçme në lidhje me zëvendëskryeministren Belinda Balluku dhe me disa propozime që ka bërë mazhoranca për të mbrojtur zyrtarët e lartë nga arresti me burg, duke qenë se i barë ka të bëjë pikërisht me sistemin e drejtësisë dhe me institucionet e drejtësisë. Ky refuzim i mazhorancës ndaj SPAK-ut a ka ndikuar ndoshta ndonjë stopim dhe informacion nga këto vende anëtare të Bashkimit Evropian? Pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë,
Para disa kohësh ka pasur një shkrim të përbashkët të kryeministit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić në vizitën në Gjermani të kryetarit të parlamentit Niko Peleshi para disa ditësh është adresuar një shqetësim nga pala gjermane mbi këtë shkrim të përbashkët dhe më pas ka pasur një reagim nga Donika Gërvalla në lidhje me këtë shkrim. A ju ka urdhëruar ju kryeministri Edi Rama që ta shpani non grata në thojza zonjën Gërvalla në ambasadat tona kudo që janë dhe mos pritet zonjën e fjalë? Dhe pyetja e tretë, ju thatë që Shqipëria Ju thatë që Shqipëria ka interesa dhe nuk bën aleanca, po a është e mundur që Shqipëria përputhen interesat e saj me Serbisë dhe jo me Kosovën, teksa disa ditë pas shkrimit të kryeministrit Edi Rama dhe të presidentit serb Aleksandar Vučić në një postim në Facebook, në një video të postuar nga ky i fundit, ai thonte që Kosova është Serbi, ka qenë dhe do të jetë Serbi. Si mundet Shqipëria dhe kryeministri i Shqipërisë të vej interesin, nuk besoj se Shqipëria mund të ketë interes pa Kosovën në këtë proces dhe në tërësi. Shumë faleminderit për pyetjet, po e marr me radhë. Në lidhje me çështjen e diskutuar në kuvend dhe vendimin që është marrë në kuvend për kërkesën e SPAK-ut për heqjen e imunitetit të një deputeti, unë nuk kam një gjë madhe për të thënë sepse ai proces është bërë në dritën e diellit, ka pasur qindra artikuj, vlerësime të ndryshme, qëndrime, deklarata politike dhe gjërat janë zhvilluar në dritën e diellit. Kryeministri e ka thënë që kemi pasur diskutime dhe qasje të ndryshme me disa vende për përmbajtjen e procesit, për mënyrën se si është vlerësuar kërkesa e organit të prokurorisë për të arrestuar dikë që nuk akuzoi për korrupsion apo për vepra të tilla që do justifikonin një mas të tillë ekstreme e tjera. Domethënë tani mos kërkoni ministrit jashtëm të shprehet për këto, çdo gjë që ndodh në Shqipëri diskutohet me Komisionin Evropian dhe Vendimtare. Për këtë jeni të sigurt. Absolutisht. Edhe protestat, edhe gjërat që ndodhin në Shqipëri, edhe ligjet që miratojmë, gjithçka. Natyrisht, ne themi pozicionin ton, i dëgjojmë dhe ne partnerët i dëgjojmë. Dhe ne mundohemi që në rastet kur ka nevojë për shpjegime më shumë, mundohemi të marrim kohën e nevojshme për të sqaruar dhe për të dhënë alternativën tonë. Sa ja dalim, e kemi parë, se sa ja dalim, nga njëherë jemi shumë bindës, nga jemi pak bindës dhe kthehemi prapë argumentit, domethënë ky është një ushtrim normal që bëhet në çdo kohë, në çdo ditë dhe kjo ministri e bën në çdo orë të ditës. Kështu që po kjo çështje është absolutisht e kapërcyer, ai është një rast i caktuar, është marrë një vendim i caktuar nga një pushtet i veçantë dhe ne jemi në një proces tjetër që është procesi i vazhdimësisë së procesit të integrimit evropian dhe asnjë gjë unike dhe veçantë nuk mund ta ndalojë këtë proces. Më besoni për këtë. Në lidhje me artikullin dhe me lidhje me faktin që thatë që ai është shprehur pala gjermane Zorit Peleshi, siç artikuluat ju, domethënë pak kënaqësi për artikullin. Në dijen time jo. Megjithatë kjo është një pyetje për Zotin Peleshi dhe mund t'japë përgjigje, por në dijen time dhe me raportet që kam unë dhe zakonisht Ministria e Jashtëm merr këto raporte të aktiviteteve të gjitha institucioneve me jashtë, mund t'ju them me bindje që absolutisht jo. Dhe kur përmenda faktin që Shqipëria nuk bën aleanca, tha Shqipëria nuk bën aleanca në këtë kuadër me Serbinë sepse është artikuluar, pra do të thënë që ky artikull ishte një lloj aleance e kryeministrit me presidentin e një vendi tjetër. Shqipëria sigurisht ka aleanca, jemi në NATO, bëjmë aleanca me këtë do që shohim me cilët kemi interes, por në këtë rast bëhet fjalë për një artikull dhe për një qasje të caktuar. Tani, në qoftë se ju keni lexuar artikullin, me lejoni vetëm t'ju lexoj vetëm një element, sepse unë e kam parë artikullin që herë, domethënë e kam analizuar mirë dhe ajo që thot artikulli nuk ka të bëj absolutisht me një qasje tjetër për integrimin evropian, nuk ka të bëj absolutisht me të ndërpresim këtë dhe të vazhdojmë dhe të futemi vetëm tregun e përbashkët dhe në Schengen, që ishte një si më thënë, që janë emrat e përdorur në artikull, dhe po i lexoj vetëm një frazë nga paragrafi 11 i artikullit, nëse e mbani mend, po ja them në shqip, unë e kam në anglisht, po ja them në shqip. Kjo është arsyeja pse ne, autorët, po propozojmë një integrim konkret dhe të përshpejtuar në strukturat thelbësore ekonomike dhe të lëvizshmërisë tregu i përbashkët dhe Schengen të Bashkimit Evropian, duke, dhe kjo harrohet të thuhet për këtë që flet për këtë, duke, vazhdon fjalia, duke vijuar njëkohësisht përpjekjet për anëtarësim të plot institucional. Unë e kam shpjeguar të në Bruxelles disa herë për këtë që ishte interesuar. Dhe kam thënë që
ajo thelbi i këtij artikulli ka të bëjë me faktin që ne duam të hymë në BE me çfarë do lloj mënyre. Ne duam të shfrytëzojmë maksimalisht këtë dritare fantastike që na është dhënë sot, ndërkohë që kemi njohur kohra të tjera kur ne kemi qenë në rrallë dhe kur për arsye që s'kishin të bënin as me Shqipërinë, as me progresin, as me aftësinë, as me shkatësinë, as me vendosmërinë, ne kemi penguar për interesa që s'kishin të bënin me Shqipërinë. Sot këto nuk ekzistojnë. Atëherë, në një farë mënyrë, duke pas parasysh këtë eksperiencë, ne duam që këtë proces ta bëjmë sa më shpejt, mos humbasim as një sekond, as një minutë, as një orë. Dhe nëse në këtë proces ne gjejmë mënyra më të përshpejtuara për të futur aty ku është e rëndësishme tregu i përbashkët. Tregu i përbashkët është përfshirja e vendit në gjithçka që është tregu më i madh në botë, më i rëndësishëm në botë, dhe tregu ku duam të integrojmë ekonominë, bizneset, gjithçka që ka të bëjë me jetën ekonomike të këtij vendi. Dhe nëse këtë e bëjmë më shpejt sa të antarësohemi, pse jo? Nëse mund të futemi në Schengen, ideja jonë, dëshira jonë, në mënyrë që të japim lëvizshmërisë që kemi fituar që në 2010-ën, një sens tjetër, duke u përgatitur dhe duke u bërë vendantar dhe duke mbrojtur kufijtë e BE-s, siç detyron sistemi Schengen, por lutem mos e harroni, pa u shkëputur nga procesi aktual, pa ndryshuar destinacionin, dhe vetëm me fleksibilitetin që në qoftë se kjo e bën më të kollajt vendimmarrjen e vendet e BE-s, ne jemi fleksibël. Dhe kemi thënë që jemi fleksibël që gjatë kësaj kohe, nëse futemi në mënyrë të kufizuar në BE, ndërkohë që ndjekim rrugën normale për të bërë antar të plot, nuk kemi premtim që do përdorim veton, nuk do kërkojmë komisionerin për një kohë të caktuar, të mirë përcaktuar, derisa BE-ja të mund të zgjidhë dhe një nga gjërat që është e rëndësishme që është funksionimi i brendshëm. Me këtë do ta mbaroj. Sepse procesi i integrimit ka dy anë, procesi i antarësimit, ka dy anë. Një është shtimi i vendeve anëtare dhe shpresoj që Shqipëria të jetë ose i vetmi ose me 2 apo me 3 vende që do shtohen apo me 4, ky është vendimi i vendeve anëtare dhe ka procesin e funksionimit të brendshëm. Kushdo që ka njohuri për Bashkimin Evropian sot që e njeh dhe është i afërt me funksionimin e Bashkimit Evropian, e di që vendimet nuk merren kollaj, 27 vende nuk merren kollaj, do bëhen 28, 29, 30. Pra, do duhet që Bashkimi Evropian të shohë në mënyrë konkrete se si mund t'i përmirësojë metodat e punës për ta bërë vendimmarrjen, dhe këtu është elementi kryesor, për ta bërë vendimmarrjen sa më të shpejtë dhe efikase. Një numër i madh vendimesh në BE merren me shumicë të cilësuar. Ka një formulë të saktuar, në përputhje me numrin e vendeve dhe numrin e popullsisë, është publike, ndërkohë që një numër i caktuar çështjesh sensitive, ku bën pjesë zgjerimi, migracioni, buxheti, merren me unanimitet. Dhe sa më shumë të lëviz BE-ja nga unanimiteti drejt shumicës së cilësuar, aq më funksional do bëhet Unioni Evropian dhe ajo që ne kemi thënë që ne kemi fleksibilitetin e nevojshëm për një kohë caktuar në qoftë se i duhet BE-s për të punuar për këtë reforma, por kurrë asnjëherë, në askush, në asnjë rrethan, në asnjë artikull, në asnjë deklaratë, në asnjë përballje mediatike apo jo mediatike, nuk ka vënë dyshim finalitetin. Shqipëria do bëhet vend antar me të drejtat plota si çdo vend tjetër, sepse natyrisht do kemi voting rights, sepse kështu është natyra si funksionon sistemi, por nëse mund të marrim angazhime të cilat na e bëjnë më të lehtë, why not?